biznise që dy një pula po e kam mbyll shkopu infrastrukturë. Esenciale, cruciale, parsore, rruga, kanalizimi, e pastaj tani, pas gjatë 2-3 vjetet, thojna jaran edhe ndryshimin. Po ata se është nevojshëm të rrimë shumë e dopë. Po insistojnë atë gjitha, po rruga është elementare. Qëron më që puna rrugës, e ndryqimit, e trotuarit, e ujit janë elementare si shtë dash as mi prantu. Ato janë punë që duhet mi kryt, pa vones. Për që paralelisht me infrastrukturën bazike, punem shumë në turizëm. Unë mënej që kemi nevoj me themelu një organizatë turistike të Gollakut që spesifikisht mirët me Gollak. Është model që e përdorin Perëndim. Është organizatë turistike që i bën bashkë edhe bujqit, edhe fermert, edhe tjerë që ka biznesa aty, edhe komunën, edhe organizatat e tjera që organizojnë si festivale, organizime, ngjarje kulturore. Edhe ata bashkarisht vendosin që shmi ngrit vlerën turistike kësaj zonë. Po, që ka me thonë, më rëgurë edhe u pishe vetë të pamjet mrekullueshme, t'jashtë zakonshme, po si duket, sot edhe këtu peshuheni dhe shpresin, me fysit kur, dorë, e pushtetit, që 50 dhe 30 Po thu s'kan shkëllqysh ishto, ha?